Zotin, ky dyja më të mirë se dashnin nuk ka bë diçka tjetër. Domethënë, kur dikon e don ose kur dikush e din që dë don, ti qohesh më mirë prej gjumit, flan më mirë, punon më mirë, je më i suksesshëm. Domethënë, më thonë që dashnia është ushqim që na mon në jetë. Djenja më e forta që mundet me kriju organizmi njeriut, apo jo? Bravo, ja thash shumë mirë, me autonomie, me mjekësie. Po, por, në momentin që po folë për dashurinë, unë me qëllim të pyeta, me të po, apo të kthehet një farë shkëlqimi të sytë, a i bjen kjo që ti i dashurum? Nuk jam i dashurum, jam single, nuk do të thotë që s'jam të folë me dikon, po unë pak nuk dashuron a shpejt. Tash kur thëm nuk dashuron a shpejt, nuk do të thotë që a jem zgatë 2-3 vjetë. Po hapësirën ja ki jap. Po hapësirën pa tjetër, edhe pse sot në jetën ku po jetojme, sidomos si aktor humorit dhe sidomos na kena pak ma problem se dyqysh edhe një femën nësë është jashtë profesionit tonë na gjykon, dyqysh mendon që na fluturojmë, mendon që na jena njerëz, pse jemi njerëz të natës, tash puna jam është natën. Edhe një doktor punon natën, në dremt natës, po zot, ajo doktor është njëri mirë. Domethënë na marrin pak njerëz të natës se ju pini, juni për diskoteka, faktun e si takoj qësoj. Po edhe nëse i takon, nuk ka diçka të keqe, se domethënë nuk mundet me të prish një pi ose një vend ku ti shkon me bë qef. Po pak na gjykojnë, mandej hinë ngarë me neve ka njëherë. Ty ju jep dashni edhe bjen ma poshtë, për mu barazu me ta, mandej hinë ngarë me ty, po nuk jemi dashurum, jemi të folë të shofni. Nga aspekti i dashuris, dikush është që mundet me dashuru zemrën, si doktoresh? Po, ka raste, ka raste. Po besoj që ajo që për anë ndjek në këtë interviste kuptan. Si arrok, nuk i arrok baloj, se trulloj ka. Ishte shumë për radhë, po e pak një qëllim. Ose tash hapet kjo që nuk, unë gjithmonë elit jem rujt. Unë gjithmonë kom pas qef që me kriju një kanal ku njerëzit Adnan Blakun e këshyrin vesh humorin e ti që aprodhon. Edhe kur njët s'kom dhonë shkas që ata me më këqyr me kur gjë tjetër.